Si të quaj? Flamur Nikollari. Çto themi është lëmë, se në gjëra disë herë të përsëritura. Po flasim drejt të shurdit, nuk flasim për vete në veplejt, po flasim për fëmijët tanë, për nipërit, për mbesat. Përmedin ai qytetit të ndafilave, u bën në një qytet të mbeturinave. Jo vetëm për fshatin Piskov, po ne jemi epiqendra. Nuk bëll la pas ne për fshatat për rreth, ata që ka thanë edhe zonjat e nderuara dhe zotërinjt, që para 4 ditësh nuk shikosh, deri në orën 1 nuk është parë dielli, dilte gjë e verdhë. Prandaj, unë si shlap mund të them, po për mua përgjegjësinë kryesore këtu e ka bashkia. Bashkia le ta marrë në përgjegjësi punojse saj, masojnë edhe në Piskova, dhe në Burg Tifosi, se këte kemi shtruar dhe edhe parë, që karoje, bëni kamera, monitorojnë ta mamë, që ne të mos kemi probleme. Kjo është e 5-6 herë. Po gjitha këto mbeturina, gjithë këto tymra toksike, te këta do venë se ne hengëm qajirin dhe shti. E dyta, flasim për turizm, qa turizm për të në përmet, ku ne i presim si në Kërcyrë, në Piskov, pa lërë në zonë turistike, në prashë ato. Dje kam qenë shmitar me një pjesë shokësh këtu, që njerëzit turistë që ndrojnë atje, ose para 6 muaj, para një viti kam parë, kur vinin garza, apo gjëra, njerëzit kur kalonin turistë të huaj, kur ne kemi një mrekulli të vërtet, kur kemi për autobus, kur kemi frashën, kur kemi ujrat, kur kemi gjitha resurset. Mega e Shqipërisë, a? Mega e Shqipërisë, por de facto që nga qeveria, për mendimin tim, ka probleme sepse ja vuri zjarën për metit, edhe si vjetë po shikoj, unë kam një mikrobujtin, kam një 3 dhoma. Ha, e ke një bujtin të vogël, e? Kam një bujtin të vogël. Këmbërropi nuk jetë se kutërin, nuk kapen dyrt atë shka tha zonja në Gjibe, edhe i zotëri atje, nuk kapen dritaret. Unë kam 2 nipërit që më kanë ardhur, nuk gjenë dërman. Ja ta dëgjojmë të lutem. Kështu që për turizm nuk mund të pritet për met duke ndjekur prekrat. Aq më keq për sot edhe në Kërcyrë. Duan që gjithë lugin ta mbysin. Kush është që do që ja vë zjarrin? Për mua s'ka asnjë. Digjet i mullar o zotëri, digjet i mullar kapet me një herë ai që i vë zjarrin. Vidin diçka kapet me një herë. Hyshu kapën ka ky njeri që vë ka zjarrin aty, dhe e qëllimshme është. A dhe të shikoj bashkia, për mua përgjegjësi ka bashkia. Pa pika pa presje. Ti vërë para përgjegjësi, po ta që bëmë para përgjegjësi para 4-5 vjetësh, nuk do ishte kjo gjendja sot. Edhe jo si që pëndodhë edhe në Kërcyrë e gjetë. Edhe në Vlorë, ma, edhe në Vlorë. Edhe në Vlorë. Hajde, rasti radhë që në Vlorë, po ne kemi në çdo 6 muaj, morë, ju miqë. Çdo 6 muaj? Çdo 6 muaj. Ora për në sulmon përndia të që është koha, kemi vap, dishën të apin të rap, po në sulmon edhe bashkia tani. Sapin do të dritarë, ose në mbyt smogu, në mbyt erë, në mbysin të gjitha gjërat. Pra ndaj unë kam këtë mendim, që o t'i qenë plerat, sepse këshu ka qenë si shta kanë thene, si shta kanë premtuar që t'i ishin plerat, ose t'i qenë Piskova, po se në qenë një kundi, se këtu vetëm në kampet i tërnimit ka qenë këtu. Tamam, ka qenë para 5 ditë si bomba në Hiroshima. Kështu ka qenë para 5 ditësh. Pra ndaj, ju falenderojmë shumë për këndikmes që na jepni. Më bjen shumë keq për bashkëtarët e mi, që nuk marrin pjesë këtu, sepse kanë dhe ata fëmijë, këtu nuk shikohet bindja partijake, politike. Tymi nuk pyet. Do më dhe jaj majtja i djatë. Këtu do të mërështë pjesë e gjithë, do të mërështë pjesë i gjithë, fshati Piskov, për të dhënë mendime dhe tyre, për si ta sistemojmë këta. Po, në gjykimin tim, si që kanë zenë, zjarin do t'i venë. S'kam që shtem me. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një publicitet shkurtër. Fjalët janë shumë trishta. Unë e kam parë vetë situatën edhe para një viti edhe tani. Gjitha i tym, thithet nga fëmijët që po kolliten. Gjitha i tym, thithet nga të moshuarit që kanë një mhall me smundje. Edhe këto
janë të gjitha apelet forta që nuk i shkojnë më bashkisë, se bashkia po të kishte qenë do ta kishte rregulluar para 4 vitesh. Të tjera do i themi pas publicitetit.